Kryeministri Edi Rama, gjatë fjalës së tij në Asamblenë e Partisë Socialiste në njësinë 14 në Tiranë, foli për legalizimet. Ai u shpreh se deri më tani janë bërë 300.000 të tilla. Kreu i qeverisë shtoi se do të digitalizohen të gjitha hartat në kadastër. Që legalizimet janë një proces i vështirë, kjo nuk diskutohet sepse janë bërë shumë legalizime. Janë bërë afro 300.000. Do janë shumë. Por ka akoma edhe një numër rreth 70.000 që duhen bërë. Ndërkohë që një pjesë e tyre janë problem sepse janë janë të pamundura nga ligji aktual. Kjo është e vërtetë. Jo është mbi kolektor, jo është mbi rrugë që mua më shqetëson, është pse dikush që e pret legalizimin që në 2010 duhet presi akoma, ndërkohë që dikush tjetër që e ka bërë kërkesën 2018 duhet ta marrë përpara. Bëhet një sistem tani me kriteret qarta, me vite, jemi duke digitalizuar të gjithë hartat, se problemi i madh i kadastrës është që ka informacionin të bazuar në për harta, hap harta, mbyll harta, dhe sa për ta pas një ide, deri tani janë skanuar 54 milion flet. Brenda 2027-s do kemi të gjithë, çdo gjë do e kemi digitalizuar. Sa i përket integrimit të Shqipërisë në BE, Rama shtoi se i shërben çdo shqiptari që do të ketë më shumë të drejta për punë në Europë apo për të shkuar në universitete europiane. Fati, historia, po i buzëqesh shqiptarëve që si ka buzëqesh ndonjëherë me thënë drejtë. Është diçka madhështore dhe është gjëja më e jashtëzakonshme që ne mund të bëjmë për fëmijët tanë. Isha me ca student, edhe atë po i thosha, ti sot të duket sikur je europian se ikën pa vizë, shkon në ku dush ti. Po në momentin kur ti zbret nga avioni, ti nuk je europian më atje. Ti je i huaj. Ndërkohë që duke hyrë aty, duke u bërë Shqipëria vend antar i Bashkimit Evropian, ti je vendas në çdo qytet të Bashkimit Evropian ku ti zbret. Sepse nëse do shkosh të regjistrohesh në universitet në Lisbon, ty nuk do të thonë, shiko, si huaj ti do pagush 10 fishin e vendasve. Jo. Ti do hysh dhe nuk do pagush asnjë euro më shumë se sa ata që janë vendas aty, sepse konsiderohesh vendas i Bashkimit Evropian. Kryeministri i vendit Edi Rama ka nisur një tur takimesh me socialistët në njësitë e kryeqytetit. Takimet mbahen për të diskutuar çështje të ndryshme, si dhe vinë në kuadër të përgatitjeve të PS-s për zgjedhjet lokale.